Ka qenë një periudhë e gjatë negocimi për të sjellë këto anije në Shqipëri, pasi siç ne e dim tashmë, në të gjitha vendet e Europës ku ka basene ujore, qofshin këto det apo lumej, siç ka ndodhur dhe në Berlin, të gjitha shtetet janë angazhuar për të shtuar kapacitetet e tyre prodhuese. Qeveria paraqiti uljen e çmimit të energjisë me 10% si një arritje historike, por realiteti financiar i sektorit është alarmant. Kryeministri Edi Rama dhe ministra Belinda Balluku theksuan përmirësimin e humbjeve dhe arritjen e argëtimeve, por shifrat tregojnë të kundërtën. OSHE ka shpallur pamundësinë për të paguar borxhin nga kesh, i cili ka arritur në 620 milion euro. Kjo situatë nisi në vitin 2018 kur kesh mori një kredi prej 220 milion euro nga Bergh për të mbuluar detyrimet e OSHE. Sipas marrëveshjes, OSHE duhet të shlyente 17 milion euro në vit, por në 3 vitet e para pagoi vetëm 22 milion nga 50 milion euro të detyrueshme. Për periudhën 2021-2024 nga 90 milion euro të planifikuara, u shlyen vetëm 20 milion euro. Ky dështim financiar ka detyruar qeverinë të dërhyjë në fonde nga buxheti i shtetit. Në vitin 2022 kesh përfitoi 68 milion euro nga buxheti dhe 20 milion euro shtesë si kapital, ndërkohë që kosti e borxhit të mbrëmshëm për OSHE-n arrinte në 6.3 milion euro. Ndërsa qeveria promovon uljen e çmimit të energjisë, qytetarët po paguajnë atë përmes taksave dhe borxheve që rrezikojnë stabilitetin e sektorit. Për ironi, vetëm në vitin 2022 ndihma shtetërore për kesh ishte mbi 100 milion euro, 3 herë më shumë se sa efekti i uljes së çmimit të energjisë. Në fund, borxhet nuk zhduken, ato paguhen nga qytetarët sidomos përmes taksave e qoftë dhe përmes rritjes së ardhshme të çmimit të energjisë.